Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian ka hyrë në një fazë të re ku lufta në Ukrainë ka kthyer atë nga një proces teknik shpesh i bllokuar në një urgjencë gjeopolitike, është thënë në ditën e tretë të konferencës së sigurisë që po mbahet në Beograd. Në panelin Resetimi i zgjerimit, çësja e re për Ballkanin Perëndimor u theksua se dinamikat politike dhe sfidat e brendshme të BE-s po e rimodelojnë rrugën e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Analisti politik Agon Maliqi tha se projekti evropian në rajon historikisht ishte një projekt paqeje, por ngecjet në dekadën e fundit e kanë dobësuar fuqinë transformuese. Rajoni ka ngecur për shkak të sigurisë, çështjeve të pazgjidhura bilaterale mes Kosovës e Serbisë, pastaj Maqedonie e Veriut, Bullgari. Duhet rol më proaktiv nga BE, vetë Komisioni Evropian. Po ashtu SBA shumë e përfshirë në rajon se sa që njerëzit mendojnë. Do të ketë një rol të SBA-s në zgjidhjen e çështjeve të sigurisë në Ballkan dhe eliminimin e pengesave që lidhen edhe me zgjerimin e Ballkanit Perëndimor. Bliana Papović, sekretare e shtetit për çështjet evropiane në Maltëzi, ofroi perspektivën e vendit që ka avancuar më së shumti në procesin e antarësimit. Ajo përmendi se mbi 80% të qytetarëve të Malit të Zi mbështesin antarësimin në BE. Tani, kur negociojmë mbylljen e disa kapitujve, e shohim se nuk mund të bëhet vetëm pa mbështetje edhe në rajon, jo vetëm Shqipëria që është në këtë proces, por duam të shohim edhe shtetet e tjera që avancojnë në këtë drejtim, por përpiqemi të mbyllim kapitujt dhe të arrisim bashkëpunimin rajonal. Ish ministri i financave i Maqedonisë së Veriut, Fatmir Besimi, foli për aspektet ekonomike dhe politike, duke theksuar se integrimi i rajonit nuk është thjesht proces teknik, por çështje strategjike për vetë BE-n. Nëse flasim për reforma, është fakt se ka shpenzime në para e kohë, pra duhet zëri i vendimmarrësve. Nuk është se kërkojmë para, por mbështetje për reforma nga BE-ja. Por është fakt po ashtu se politikanët bëjnë kalkulime me zgjedhjen e Ballkan. Ka populist dhe përfundojmë në situatën ku reformat ngecin. Tanja Mishević, ish ministre e Serbisë për integrim evropian, argumentoi se BE-ja ka miratuar tashmë një çësje të re ndaj zgjerimit të motivuar nga gjeopolitika. Pas luftës në Ukrainë, reflektohet thirrja e gjatë për lëvizje të Ballkanit Perëndimor drejt integrimit në BE përmes projekteve të ndryshme sikurse ai i fundit, plani i rritjes. Problemi me planin e rritjes është se nuk ka lidhje me zgjerim, pra nuk e dim si do të ndikojë në integrim zbatimi i klauzolave të këtij plani. Moderatorja e panelit, ish ministrja e integrimit në Shqipëri, Majlinda Bregu, theksoi se kostet e antarësimit të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor janë minimale për BE-n, vetëm rreth 1% e GDP-s, tek shtoi se debati për zgjerimin është më shumë politik dhe strategjik se sa ekonomik.